Mbrëma të nderuar shikuesi, ju adhurues të basketbollit, ju përshëndes direkt nga palestra 1 Tetori në Prishtinë, këtu ku do të jemi me duelin ndërmjet Borës dhe Golden Eagle Yllit. Duel ky i cili do të jetë i fundit për vitin 2025, pasi siç e dim tashmë, nga e hëna palestrat do të përdoren nga KQZ-a për shkak të zgjedhjeve dhe kështu është marrë vendimi që ndeshjet e parapara të Kupës së Kosovës që do të zhvilloheshin në mesjavë, si dhe gjiroja e fundit e vjeshtës të shtyhen për vitin 2026, pra do të duhen këto ndeshje në fillim të vitit të ri. Shohim formacionin e skuadrës së Borës që do të kërkon të kthehet tek fitoria. Peyton Qiz, Ukaj Mehmeti, Plana Zeqiri, Hunter Gjus, Mekic, Haqe Bosje dhe Zeqiri. Në krye me trajnerin Zoran Kashelan, në anën tjetër tek Ylli luajnë Shoshi Bashic, Guashi Morina, Shalja Qallaku, Scott Ahmeti, Hafman Rees, Allen dhe Erjan Kastrati. E në krye të skuadrës është Jeronimo Shari. Në anën tjetër dueli derbi i kësaj gjiroje ndërmjet bashkimit Koplës 5 në pak dhe bashkimit po vazhdon edhe më tej në 2 vazhdime ka shkuar në ndeshje, ndërsa përshojmë në plan të parë edhe Don Poloshkën bashkë me trajnerin Kakjuzis. Jam e sigur që janë duke shikuar atë ndeshje për momentin, e cila me të vërtet ishte fenomenale, aq sa unë personalisht arrita ta përcjelli. 110-115, pra është në të mirë bashkimit, kur janë edhe 1 minutë e 8 sekunda deri në përfundim të vazhdimeve të dyta, ndërsa ende nuk i dihet nëse do të vazhdon edhe më tepër. Kur i kthehemi kësaj ndeshjeje, e thash, Bora do të kërkon të rikthehet tek fitoret pas 2 humbjeve që i pësoi nga Trepça. Ndeshje të zhvilluara e para në kuadër të xhiros së 5, ndërsa pas luajtën edhe në kuadër të xhiros së 12 dhe
edhe pse në mesjavë skuadra e Borës pësoj thellë në vikend e pati një paraqitje mjaft të mirë ndaj skuadrës së Treqës, gjithsesi nuk arriti në fund të marrë fitoren pasi lirisht mund të them që kampionët aktual skuadra e Treqës po tregojnë formë perfekte aktualisht dhe me plot gojë mund të them po e tregojnë edhe lojën më të bukur aktualisht në Super League. Në anën tjetër, skuadra e Golden Eagle Yllit në këtë ndeshje vjen nga ajo humbje minimale ndaj Bashkimit 78-77 në fund pësuan disfat lojtarët të drejtuar nga trajneri Jeronim Mosharin ndaj Prizrenasve të cilët po kalonin me të vërtet një formë mjaft të dobët pas atij startit perfekt prej 7 fitoreve mbasi në ato 4 humbje radhazi. Nuk arriti Golden Eagle Ylli që edhe më tej është në fund të renditjes tabelare të e shfrytëzon këtë formën e dobët të skuadrës së Bashkimit. Deri më tash Ylli ka vetëm 3 fitore dhe 9 humbje në anën tjetër. Bora që nga ardha e trajnerit të cilin e pam në plan të parë Zoran Kashelan ka filluar ngritjen dhe definitivisht e ka pasur një seri perfekte prej atyre 4 fitoreve në 4 ndeshje. Lojë mjaft të bukur kanë shfaqur Prishtina si dhe të shohim sonte aty të arrin të rikthehen tek ajo lojë e të marrin edhe fitoren ndaj Golden Eagle Yllit apo Ylli do të merr një fitore e cila pritet të jetë e madhe për Therandasit në fund pra të këtij viti. Pesë startuese tashmë në fush Hunter Jules, Mekic, Hot dhe Jetmir Zeqiri në anën tjetër të Golden Eagle Ylli. Shoshi, Scott, Reese, Allen dhe Erian Kastrati. E shohim Jules dhe Shoshin që do të kërcejnë për topin e parë në ndeshje. Jules doli fitimtar, topin në duar të Amin Hot. Hajde Mekic. Jules, për ti është Reese. Në topin të Hunter. Hajde Mekic. Kalit në faul nga Liz Shoshi. Ne shohim edhe njerë depërtimin e kapitenit të skuadrës së Borës, Adem Mekic. Detyrohet Shoshi që të shkakton faul. Qëllon në tentimin e parë. Pikët e para pra në ndeshje vijnë nga vendasit qëllon edhe në të dytën. Scott. Scott e këthen duhin tek Reese. Kastrati. Allen gjuan për 3 pik. Nuk është i sakt Hunter. Më i gati në kërcim. Mekic tek Jules. Jules arrin të realizon Jules 4-0. Scott tek Reese, për pak sa nuk ja vjedha top Jetmir Zeqiri. Shoshi blokohet nga Zeqiri. Kastrati rikëtan topin e lojë tek Allen. Scott edhe njerë tek Erian Kastrati, nuk ka shumë kohë. Kur detyrua që ta gjuan 2 sekonda kishin mbetur deri në fund të aksionit të skuadrës së Golden Eagle Yllit. Aksion perfekt, por nuk arriti Jules me ngulitje të përfundon super bashkëpunimin e lojtarëve të Borës.
Edhe ngulitja do të ishte qërshia mbitorte për këtë aksion shini. Sa bukur hot tek Zeqire, aj tek Gjuls. Faul i jetë mirë Zeqirit. Ska të këthejnë topin e lojt tek Allen. Tëre në fund arrin të realizon Allen. Ka faul. Shojmë edhe një herë. Që është Kastrati, ai që ka shkaktuar personale. Amin Hunt. Hunter. Juan Hunter. Sekonda të fundit arsye nuk është i saktë. Mekish do tentojnë edhe ai për trishe. Nuk qëllon. Mirë Zeqiri 2 herë tentoi nën kosh, nuk arriti të realizon. Scott. Shoshi. Mismatch me Mekic. Dyfishohet e gjenë Kastratin. Allen, Scott. Bukur lëviz topi. Do të Gjuan. Liz Shoshi nga gjysmë distanca. E realizon për barazuar gjithçka në 4-4. Hunter tek Gjuls. Edhe njerë bukur. Jetë mirë Zeqiri, asisti i ka gjitha meritat. Realizon Gjuls, e ndalet edhe me personale shoj me një herë. Si asiston Zeqiri për Gjuls, të njëjtën e bëri edhe paraprakisht, ku nuk arriti Gjuls me ngulitje ta përfundojnë aksionin e kësaj radhe. Jo vetëm që realizon, për ndalet edhe me personale do ketë edhe një gjuajtje të lirë. Nuk qëllon nga vijat të lirave. E të ndëruar shikues, edhe mëtej është duke vazhduar duelit në vjet Gopius Pejës dhe Bashkimit. Dy skuadra që po luftojnë për pozitën e dytë në renditje tabelare. 115, 117. Nërsa e shohim nuk arriti që të niset Mekic në kundërsojnë, e shfrytëzojnë këtë. Ferranda si që realizojnë, barazojnë edhe njerë në 6-6. Mekic. Zeqiri. Ferrada nuk shkon ai pasim. Allen. Rees. Nuk ja lejon të vërtimin Mekic. E shojmë edhe një reakcionin para prak, topin e vjedhur të Ferrandas dhe realizimin e Rees. Mundësi për Golden Eagle që të marrë avantazhin e parë. Scott ka bënë hapa definitivisht. Nuk arritën që të shfrytëzojnë këtë aksion Ferrandas edhe të e marrin edhe përsin e parë në këtë përballje, mbrojtje mirë Scott nuk i lejon prikët Adem Mekicit. Vazhdon t'i takojnë topi skuadrës së Borës, që i ka edhe 8 sekunda.
se kanë klubin tek Amin Hot. Deri në fund shkaj Rezart Mehmeti nuk arriti që të realizon. E tashmë të nderuar shikues ka përfunduar duelin ndërmjet Go+PS dhe Bashkimit Dëram, e vërtet edhe në sekundat e fundit ishte Kian Anderson që i realizoi 2 gjuajtje të lira e në 2 sekunda sa kanë mbetur. Në anën tjetër është përgjigjur Musab Mala me treshe, por nuk ka mjaftuar pasi që ndeshja përfundon me vërsinë prej vetëm 1 pike të Bashkimit, 118-119, një thriller i vërtet, derbi fenomenal ndërmjet Go+PS dhe Bashkimit i takon Prizrenasve, të cilët ndeshjen e 2 radhazi po e fitojnë me vetëm 1 pike përsi. Pasi edhe përmenda Golden Eagle Yllin e kanë poshtur në gjërën e kaluar me vetëm 1 pike përsi. Jenë tentimi i Tyler Cheese për 3, nuk është i sakt edhe mëtej këtu në 1 tetori 6-6 rezultati kur kanë kaluar 5 minutat e para. Gzim Morina bukur shkojnë deri në fund kapiteni. Amin Hot tek Tyler Cheese. Bukur tek Peyton. Bukur lirohet Peyton, por i mungon finalizimi. Scott ka faul nga Mehmeti. Në lojë shojmë Hoffman të Reese. Faul i Peyton ai Hoffman. Shojmë një herë. Qëllon Hoffman nga vija i gjuajtjes e lirë. Në të dytë nuk është i sakt. Mehmeti quan për 3, realizon Rezart Mehmeti. Edhe njerë barazot rezultatin në 9-9, pavarësisht që Ylli Rëmbeu shojnë presionin në mbrojtje të Rezart Mehmetit, kthehet uve tek Scott që do të gjuan për 3, përgjigjet edhe Scott me treshe, pas treshes së Rezart Mehmetit. Amin Hot. Peyton do të gjuan për 3 pikë, nuk është i sakt. Allen tek Gzim Morina. Scott. Hoffman gjuan, nuk qëllan, topi në duart e Peyton. Simi plotësisht i gabuar i tij, e lexon mirë Allen që shkojnë deri në fund. Për 9-14, trolli i lehtë kalon në anën e skuadrës së Golden Eagle Yllit. Cheese. Amin Hot. Gjuajtje edhe Amin Hot për trishe, nuk është i sakt. Scott. Morina tek Kastrati.
Zemërina. Në forcën ndalet me faul nga Tyler Cheese. Do të kthehen në lojë Zeqiri dhe Hunter. Aminot dhe Ademekic ulen për të pushuar. Teksa tashmë në bonus është skuadra e Borës, 2 të lira të vjen për Gzim Morinën. Qëllon Morina. Rezart Mehmeti gjuan edhe njëherë për 3. Nuk është sakt, por topi në duart të tij edhe njëherë. Ellen. Hoffman ngalet me faul. Dhe njëherë tashmë Peyton është ai që shkakton personale. Njëherë Hoffman do të jetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Kthehet Jules në lojën në vend të Peyton, që ngarkohet me njëherë me personalin e dytë. Qëllan Hoffman në tentimin e parë kësaj radhe. 50% është i sakt para brakesht. Qoj të parën huqit të dytën. Vazhdon të jetë 50% i sakt. Për 9-16 këtë Aminat në loj. Vend të Rezart Mehmetit. Aminat. Cheese. Tyler Cheese. Nuk qëlloj për 3 asaj. Disa të gjime rada zi për 3 të huqura nga skuadra e Borës, teksa ka faul në Solm. Aminat. Tyler Cheese. Zeqiri. Jules. Edhe njerë po bashkë dhe projnë perfekt. Jetë mirë Zeqiri. Dhe Jules qëllon edhe njëherë këj fundit. 11-16. Scott. Morina. Hoffman. Arrin të realizon Hoffman 11-18. Tetëm si abri 7 pikëve. Aminot të kësa shojmë të Gjeberton nuk arriti të qëllon, lufton Jules, vazhdon të takon topi skuadrës Borës. Hunter tek Aminot. Zeqiri, Cheese. Tenton për treshen në sekundën e fundit të aksionit. Realizon Tyler Cheese. 14-18 për të përgjigjur në anën tjetër. Gzim Morina, kapiteni i skuadrës Golden Eagle Illit, i përgjigjet treshës Tyler Cheese. Dhe e mbyll 10 minutën e parë me përsi prej 7 pikëve. Kjo është edhe përsia më thellë e
sperantasve që pati në këto 10 minuta. I kthehemi pas pak në çerepin e dytë. Ajden qa, kam vendosur me andru tekstin këngës. Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gabu, hape llogarin ti këtu, ngam ti vu. Hape llogarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O ish breski nevojë për këtë punë bankë me shku? Ngam ti vu. Banka ProCredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Që shka gati për startuar edhe qereku i dytë i kësaj përballje. 10 minuta të para pra të kontrolluara nga skuadra e Golden Eagle Yllit që i duhet me çdo kusht fitoria. Skuadrës e cila është në fund të renditjes tabelare vjen dhe vërtimi i Scott, i cili qëllan për të u shkëputur edhe më tepër në rezultat. 14-23. Aminat tek Hunter. Zeqiri do të tenton për treshe. Nuk qëlloj. Njëmbëdhjetë tentime të skuadrës së Borës për treshe, vetëm 2 të qelluara. Allen. Allen do të ndalet në gjysmë distancë, qëllon. Allen për të vazhduar kontrollin skuadra e Golden Eagle Yllit që tashmë krijon edhe përsinë e parë. 2 shifrore 14-25. Duke nisur çerekun e dytë me 4 pikë eksprese. Detyrohet trajneri Zoran Kashilan me një herë të kërkojnë time-out, kthehemi pas time-outit. Body language, everybody start believing we're making a shot. Right? Possession by possession, but still, in 11 minutes, we still are not playing what we need to play. Which is intensity and focus. But good guys, huh? So guys, we're coming. Idemo plus za njega.
Shojmë edhe statistikat e Jules, më i miri tek skuadra e Borës deri më tash me 6 pikë të qelluara. 4-3 është nga loja vetëm një herë ka huqur. E në anën tjetër 6 pikë po luan edhe kapiteni Gzim Morina. Zëqiri tek Hunter. Amin Hot për 3. Edhe më tej nuk po funksionon snajperi tek skuadra e Borës, që pas një kohë të gjatë për i kthehet në palestrën e vet të luaj si vendas. Morina tek Kastrati. Edhe njerë do të gjuan për 3 pikë. Gzim Morina që sonte duket në formë fantastike. Pika e 9 e ti tashmë për 14 me 28. Hunter në anën tjetër nuk arrin në të qëllon. Morina ishte më i lartë në kërcim. Kastrati. Ellen. Ndalet Ellen. Faul jetë Mirseqirit. Ndaj Hoffman nuk pajtohet Zeqiri. Ne shojmë dhe njerë personalen e jetë Mirseqirit. Morina edhe një herë dalë në skenë. 11 pikë, fenomenal. Kapiteni i skuadrës e Golden Eagle Yllit 14-30. Edhe më tej pa pikë është skuadra e Borës në qerekun e dytë. 9-0 seri. Amin Hot nuk shqëllan. Zëqiri ishte më i lartë në kërcim për të vazhduar aksionin e skuadrës së tij. Hunter kur stadën, topi hyri e doli. Edhe një herë Zëqiri, super luftarak me kërcimet e tij. Amin Hot, Adem Mekic, nuk ka treshe për Borën edhe më tej. Teksa kësaj radhe nuk arriti Zëqiri edhe pse luftoi edhe një herë të e marrë atë kërcim. Ellen, simi i gabuar i tij për Gzim Morinën, nuk kuptohen. Kërkon falje Morina. E pam Morinën që tha ishte gabimi im. Në lojë edhe Artin Gashi në vend të Hoffman. Kërkon time-out Jeronimo Sharin. Janë 7 minuta e 4 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë të kësaj përballjeje. Më duket që do të përgatit diçka trajneri Sharin. Me kthehemi pas time-outit. Do shojmë si do të
rrjedhin gjërat pas këtij timeouti të kërkuar nga trajneri Jeronimo Sharin që nisi këtë çerek me seri prej 9-0, edhe një tjetër tentim për 3 pikë për skuadrën e Borës, 16-2 nga Trishët. Se shohim presionin në mbrojtje, Scott. Afër ti është Hunter. Te Scott. Quajti nga gjysmë distanca, nuk është i sakt, mbyllje e mirë e Alexander. Amin Hot. Jo, nuk ka Trishe. E marrë në një tjetër kërcim nëse. Tani vjen depërtimi i Amin Hotit. Më në fund dikush që zgjedhte depërtim për skuadrën e Borës. 17-2 për Trishe. E tashmë vijnë pikët e para nga depërtimi i Amin Hotit. Pra pikët e para në qerekun e dytë. Kastrati. Talet në gjysmë distancë. Erion Kastrati realizon pikët e para në tentimin e tij të dytë nga loja. 16-32. Hot. Adem Mekic, kësaj radhe do të depërton, është i sakt. Tetëmbëdhjetë, 32. Ellen. Artin Gashi, gjuan nga gjysmë distanca, realizon edhe për Gashin pikët e para në tentimin e tij të parë. Bukur ai top tek Jules që shkon deri në fund për të qelluar. Sheni edhe njerë nga ana e kundër të realizon dalit me faul, do tjetë edhe në vjen e gjuajtje së lirë Jules. Hoffman e Reese kthehen në lojë, Scott e Morina ulen. Kapiteni fantastik Gzim Morina që ngrit nga banka rezervë. 11 pikë realizoi, 4-4 është nga loja, 2-2 edhe 2-3 të tij, sa i ka marrë edhe 3 kërcime. Jules Qëllan edhe nga vija e gjuajtjes së lirë, pika e 9 të tij, që vazhdon të jetë më i dalluari tek skuadra e Borës. Kastrati tek Gashi, edhe njerë Erion Kastrati. Të vërton Kastrati, i mungoj finalizimi. Mehmedi, Mekic. Hunter. Rezart, Mehmedi, nuk ka Trishe. Hoffman ishte më i lartë në kërcim. E shohim Ellen arrin ta kontrollon atë top. Reese. Ellen. Tentimi i tij për Trishe nuk qëllon. Jules më i lartë në kërcim. Foul i Ellen ndaj Amin Hotit. Dali kundër sulmin Ellen. Do të ullet për të pushuar Scott. Kthehet në lojë. Hunter. Adem Mekic. Blokade Hoffman. Blokade monstruoze, ti nuk ja lejon depërtimin. Amin, në fakt Adem Mekicit falni. Simi fort për Erion Kastratin, i cili gjithsesi arrin të kontrollon. Hoffman nuk arrin të fiton duelin me Jules. Hunter, Mehmedi, edhe një tjetër tentim për Trishe. Më në fund vjen një tjetër Trishe e skuadrës së Borës.
e dyta e Rezart Mehmedit për 24-34 shkrihet në 10 avantazhi i Golden Eagle Illit Scott. Po presionin por lirohet nga i top. Gjuan Artingashi e realizon edhe një herë. 24-36. Amin Hot. Mehmedi edhe një herë. Trepik nuk është i saktë, ishte Qus i cili e mori ato, por nuk arriti ta kontrollon. Time out kërkon trajneri Jeronimo Sharin. 24-36 e përsia vazhdon tjetë dy shifrore në të mirë të Golden Eagle Illit që nisi këtë qerek me atë seri prej 9-0, edhe pse gradualisht Bora ka filluar të përgjigjet, por të randa si të vazhdojnë në ruajnë avantazhin rikëtë. Pra 2 minuta e 24 sekonda janë deri në përfundim të pjesës së parë të kësaj përballje. Artingashi do zgjuan për trishe, nuk është i sakt. Duhet qëlloj nga gjysmë distanca, kësaj radhe jo. Hunter. Edhe i që tenton pak nga gjysmë distanca, por nuk tregohet i sakt. Shton me presion në mbrojtje në Scott, cili e gjen gigantin Hoffman, i cili realizon 24-38 shpejt kërkon time out Zoran Kashqelan. 2 minuta e 11 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Shohim asistin e bukur të Scott për Hoffman, i cili me ngulitje përfundon në këtë aksion. Rikthehemi pas pak. Rezart Mehmedi ta rikthen topin në lojë duarte Tyler Cheese. Timi i Amin Hot nuk qëllon asaj radhe për 3.
Hoffman. Kësaj radhe nuk tregohet i sakt. Faul i Artin Gashit. Shojmë edhe njerë personal në Gashit. Mehmedi. Hod. Adem Mekic. Janë sekundat e fundit të aksionit. Kësaj radhe Amin Hod nuk pati zgjidhje tjetër. Gjuajti edhe një herë. 5-0 për Trish është Amin Hod. 3-0 Mekic. E 3-0 është edhe Hunter. 22 tentime për Trishe, vetëm 3 Trishe të borës. Bukur ai top tek Reese, i cili realizon e përderisa tek bora nuk po punon snajperi. Në anën tjetër gjithçka po ecën mirë te Golden Eagle Ylli që e rikthen avantazhin për 16 pikëve. Mekic. Faul ndaj tij. Sa radhe gjëlloj Trishën Tyler Cheese. Por unë dalë akcioni. Shojmë edhe njerë akcionin e bukur. Asistimi me të vërtet fantastik i Scott për Reese. E shojmë edhe një herë. Tyler Cheese. Mekic. Hod. Restart me Mehmedi. Edhe njerë nuk qëllon. Sa Amin Hod shkakton faul ndaj Scott. I zgjat dorën me një herë. Fair play. Sa ky është momenti. Peyton do të kthehet në lojë ulet Mekic, teksa edhe në anën tjetër Reese ulet. Hoffman kthehet në fush. Tashmë sekondat e fundit të pjesës së parë. Scott. Tek Gashi. Topi shkon disi tek Allen, i cili realizon 24-42. Kjo është edhe përsia më e thellë sonte e Golden Eagle Yllit. Nuk qëlloj asaj radhe. Amin Hod përfundon pjesa e parë, një qerek i dy shpërthyes i Golden Eagle Yllit, por lidhësh mund të themi edhe gjatë qerekut të parë kontrolloi këtë takim ekipi Therandas, që gradualisht u shkëput në rezultat dhe në këtë qerek i qëlloj 21.10 të skuadrës së borës, duke shkuar në pushim me epërsin më të thellë sonte prej 18 pikëve. Më të dalluarit tek skuadra e Golden Eagle Yllit pas pjesës së parë janë Zimorina me 11 pikë, asnjëherë nuk gaboi kapiteni 4-4 nga loja dhe një shpërndarje e pikëve përgjithësi. Allen me 8 pikë, 6 nga Hoffman, 5 Scott, e nga 4 kanë shtuar Reese e Gashi. Në anën tjetër tek bora më i dalluari ishte Jules me 9 pikë të realizuara, si dhe Rezat Mehmedi që i ka shtuar 6 pikë. Shkojmë pak marketing për të rikthyer në pjesën e dytë.